Seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë është zhvilluar në një klim tensionesh të vazhdueshme. Në një seancë pyetje-përgjigje në Kuvend me ministren e Shëndetësisë, Evis Sala, deputeti socialist Erion Braçe adresoi një problematik të identifikuar në qendrën shëndetësore numër 8 në kryeqytet, ku shërbimi në këtë qendër është pezulluar përkohësisht. Braçe tha se marrja e shërbimit shëndetësor është po aq i rëndësishëm sa aksesimi i tij nga pacientët dhe kërkoi të dinte kur do të rivendoset shërbimi. Dhe natyrisht, faleminderit edhe që do të përgjigjeni edhe do të synojmë gjejmë një zgjidhje për një problem që është shqetësim real, shqetësim etik, e që lidhet me banorët rreth rrugës Irfan Tomini, një lagje shumë e gjerë që fillon tek pallati me shigjeta e vjen deri tek rruga ndarse me Selitër. Janë një numër i konsiderueshëm banorësh atje, për mbi të gjitha do doja të theksoja faktin që janë një numër i konsiderueshëm edhe të smurësh kronik, po edhe në moshë të madhe, të cilët do e mos e para ka nevojë për shërbim shëndetësor dhe e dyta që është po kaq e rëndësishme, duan që ta kenë këtë shërbim shëndetësor sa më pranë vendbanimit të tyre. Për shkak se në moshën 70, 75, 80, 85 vjeçar, të cilët unë i kam gjetur, i kam takuar atje, patjetër që është e domosdoshme afërsia me qendrën shëndetësore me qëllim që të kenë një akses të plot në shërbimin shëndetësor, veçanërisht për element jetik të këtij shërbimi, siç janë edhe vizitat mjekësore, recetat e rimbursueshme që duhet firmosen muaj për muaj, por në krahun tjetër edhe për injeksione, të cilat janë jetike për ta, siç janë jetike edhe për më të rinj se ata, e veçanërisht fëmijë. Në një situatë siç kjo, ku jemi në pikun edhe të gripit. Ministri e Shëndetësisë, Evis Sala, tha se ekspertiza ka vlerësuar se siguria në këtë qendër nuk është as në kushtet minimale, ndaj është rekomanduar ndërprerja e menjëhershme përkohësisht. Ajo tha se qytetarët tashmë marrin shërbim në qendrën pranë shkollës Vazil Shanto, gjë për të cilën qytetarët janë njoftuar paraprakisht. Falenderoj së pari deputetin Braçe për pyetjen dhe për interesimin. Kur bëhet fjalë për shëndetin e qytetarëve, çdo rast i sjell na jep mundësinë të verifikojmë shqetësimin dhe të zhvillojmë një optik më të gjerë për sistemin. Në lidhje me pyetjet e adresuara, më lejoni t'ju informoj se së pari, dua të theksoj qartë se pezullimi i aktivitetit në ambientin ekzistues të kësaj qendre shëndetësore ka qenë rezultati i rekomandimit të akt ekspertizës teknike të kryer nga Instituti i Ndërtimit si institucion përgjegjës për vlerësimin e sigurisë strukturore të objekteve publike. Sipas kësaj ekspertize, godina e qendrës shëndetësore numër 8 në rrugën Irfan Tomini nuk garanton kushtet minimale të sigurisë për vijimin e aktivitetit shëndetësor. Ndaj është rekomanduar ndërprerja e menjëhershme e përkohshme e shërbimeve në këtë ambient dhe rifillimi i tyre vetëm pas marrjes së masave përkatëse teknike dhe ndërtimore. Biem të gjithë dakord se siguria strukturore është parakushti themelor për ofrimin e shërbimit shëndetësor publik. Së dyti, është e rëndësishme të qartësohet se komunitetit i është garantuar vazhdimësia e shërbimit shëndetësor, që prej muajit shtator 2025, të gjitha shërbimet për banorët të cilët mbuloheshin nga qendra shëndetësore numër 8-3 janë transferuar në mënyrë të përkohshme, e theksoj të përkohshme, dhe ofrohen pa ndërprerje në qendrën ambulatore Vasil Shanto. Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi seancën plenare të radhës, ndërsa pati përplasje të vazhdueshme midis dy grupeve parlamentare.